Nga dita e mërkurë, pra më 8 prill, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka filluar të ofrojë shërbimin për ndërimin e qendrës së votimit brenda komunës edhe në periudhë jo zgjedhore. Ky aktivitet është një obligim ligjor për KQZ-n, pra që del nga ligji për zgjedhjet e përgjithshme dhe nuk ndërlidhet me ndonjë proces të mundshëm zgjedhor, por është pjesë e funksioneve të rregullta institucionale. Natyrisht se ky aktivitet ndihmon në përmirësimin e listës votuese për proceset e ardhshme zgjedhore, kurdo që ato mbahen. Sipas përgjegjësive ligjore, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve mund të ofrojë për votuesit ndërimin e qendrës së votimit vetëm brenda komunës, pra ku ata janë të caktuar. Ndërimi I qendrës së votimit nga një komunë në komunën tjetër nuk mundësohet nga KQZ, por kjo është ndërlidhur me deklarimin zyrtar të vendbanimit nga ana e qytetarëve apo votuesve. Pra, për të kaluar nga një qendër votimi e një komune në qendrën e votimit në një komunë tjetër, votuesi duhet të ndryshojë adresën e tij në zyrën e gjendjes civile apo në platformën e Kosova. Pas konfirmimit të ndryshimit të adresës nga shërbimi I gjendjes civile, adresa e re do të reflektohet në regjistrin qendror civil.